Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live do të kem një nënë, është nëna e 3 fëmijëve, e cila ka 3 vite që është e divorcuar, por që mbi kurrizin e saj janë ngritur një lumë akuzash nga ish njerëzit e burrit. Bëhet fjalë për Davën, e cila ka qenë pjesë e live-eve të mia. Ajo I ka bërë një thirrje ish-burrit të rikthehet, por situata ka agravuar pasi njerëzit e ish-burrit, kunati dhe kunata, nuk duan që atë jetë më pjesë e familjes së tyre. Ish-kunata e saj Vera, me banim jashtë Shqipërisë, vetëm përpara disa ditëve ishte këtu në live me mua dhe tregoi arsyet pse Dava, kjo nën, nuk është e dëshiruar në familjen e tyre. Dua të prezantoj disa momente kur Vera ka qenë me mua dhe rikthehemi pasi zonja Dava është duke më pritur dhe sot e kërkon të japi një përgjigje ish-kunatës së saj. Këto video janë shkaku që ka ndodhur divorci, sepse ishte vajza e Davës që publikoi këta video, ikën në gjykat, ndodhi divorci. Ajo është një mashtruese, një manipuluese, një mallkim në jetën e një personi. Edhe kur është martu, si ka ardhur nuse në atë shtëpi, e kam pas konfliktin e parë për divorc, për të ndarë qysh natën e martesës. Kur feju e martu, pretendoi të ishte një vajzë, po ajo nuk ishte. Nëse Dava do ta kishte trahtuar, ky kunat jo do e kishte kuptuar pas 16 viteve, ajo do ta kuptonte. Jo, se ka kuptuar fare. E dëgjuam zonjën Vera, e cila deklaroi se videot e publikuara në momente intime të Davës sollën edhe divorcin me kunatin e saj. Dava e ka parë këtë live vetëm përpara disa ditëve dhe më telefonoi dhe kërkoi që ditën e sotme ti ishte këtu me mua për t'i dhënë një përgjigje ish-kunatës së saj Vera, kështu që hap dritaren dhe ftoi menjëherë zonjën Dava. Dava, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Njet, përshëndes në ty, gjithashtu gjithë stafin e juaj, edhe për vazhdo ti se të do të kthej përgjigje. Por besoj e ke parë live-in me ish-kunatën kur ishte me mua dhe tregoi historinë tuaj. Ta them Dava drejt, për kokën e shati shumë janë të gjitha mashtrime. Unë para që bot rasti, unë fund nuk kam pas burr, një. E dyta, ti vje për tur pasaj, se kom prit me motra e me gjithë familjarët e vetë nga krahët e mi. Kur vishin I kishin gjithë shka gati. Vjerri, ndjes pas po ta thëm Dava si motrë. Po më jeton 11 vjet. Ati nuk e di si ka kalp zoti kocka. Ta saj ti vje për tur, sa I kishte qoni bashkë ma modh jam fal që po fol. Një ti vje për tur vetëm për respektin e asaj familje që ka pa jo thjesht plere. Vetëm thuj Verës këtë gjë. Thuj se ajo është të mdjeku, bëse se po. Për qunin tim, edhe për 3 kalamajt a mi, kur të dojë të bëja dënën, po era për e fundit, pa bëj kalamaj vetë, se kalamajt a mi nuk janë kopila. E dyta, për punën e gocës madhe nuk ka drejt me thonë ju lith, ju gjithë, ajo shqyqyr e ka jetën për smari. Deri në këtë kohë është mrekulli, është shumë rahat, ato që dësht, ato mori, ato që dësht, me ato do plakët, ajo mos ketë galen e kalamajve, as I vje për turp për me një kalamajt e mi. E dashur Dava, e kuptoj që je irrituar dhe dua të pyes. Jo për zotin, jo, unë të fol shpirt nishtëm të fol drejt. Ato punën e shunit si tha jo për me një kështu e ashtu se si tha një do fjalë që për zotin kisha klienta në usha zonin, telefonit, kisha jo kopila, jo të bëj ma dënoja, të bëj qëfar të dëj, se kalamajve mi nuk ka shansë më bë kalamajve mi a dënoja. A dënoja të va bëj kalamajve vetë. Të dhëj bëj ati kopili, të i si nëzirë kur kisha Fredi në Angli, dhëj, se të përdhunun të jertë nga klosi, si s'ka lërë rëf pa e përdhunun bushën. Kara kurve e muti ti vje për tur pasaj, e vraf respekt im që I kom bë respekt ma shumë se një motër. E kom majt ma shumë se një motër, e kom ma pru shumë. Dava, të respektojmë etikën, mos përdorim fjalë të pista, të lutem në këtë live sepse ndiqemi nga të gjithë. Jo, përdorja jo Odeta. Mu gjallë vdek, inshallah kam besim ka Zoti, edhe këti që kom ndërhi, kom marrë me zemër e me shpirt. Unë kam qef fëmia im të merret nga babaj. E dashur Dava, do flasim të dyja, vetëm më lejo të pyes. Unë dua të tregoj me sinqert. Vera ishte në live me Odetën dhe përpara se të hynte në live me mua, më ka dërguar shumë audio dhe video të cilat unë nuk I kam bërë publike dhe janë të rënda për t'i bërë publike. Po
Po. Unë nuk dua të hyj në jetën tënde private, video intime të tuat, që kanë ardhur në celularin tim. Këto video ishin videot e tradhtisë që e ndan Davën nga burri. Ajo të shofi tradhtitë e veta, të shofi punët e veta, nuk më intereson se çfarë ka thënë ai të shoj çfarë do se në fundit është jeta private për jetën time. Edhe që kur thahet pjesën e që kur ka nuse Dava ka bot rasti, Dava nuk kom bot rasti kur kom shku nuse, unë kom shku si shkëfmi, si e kom 14 vjeç të shkalin për nane. Ati në të vje për tur për ofendime që folin, për tur ta kenë, ja si ku që ftyra edhe qa kanë ato, nuk du me fol ma shumë. Nuk e di o deta. Në bashkëmundësi, unë kom qef të moshunin tim, nuk me intereso kush janë e kush janë, e kush do t'jenë. Unë nuk jam tu as kush të paragjykoj askënd dhe nuk të paragjykoj në mënyrë absolute. Ato video janë bërë pas martese apo në martesë? Mas martese. Mbas martese, pra ti hedh poshtë që nuk e ke tradhtuar burrin. Urdhë? Ti hedh poshtë akuzat për tradhti. Diqëm, unë e kom bërë, nuk e qa ka finën fare, se unë jetën tim do ta vazhdoj. Ato të bëjnë qatë dur, goca ime madhja nuk i ka bo asnjë gjë, ato nga i nati nuk di se qa folin në deta. Po mirë, ato video të bën publike në familje, kush i shpërndau se janë të rënda si video. E vërtet janë, po. Dhe nuk e di qa me thonë ma shumë, se më... Sepse me vje me vra vetën, sinqerisht me vje me vra vetën, se unë 20 vjetë martesë, unë vetëm lëtëm dherë ma të familje t'ja thorë, sepse i kom gjetë shumë të varfër, nuk e di qa me thonë. E dashur, Dava, Vera tregoi që edhe fëmijët nuk mund të jenë të kunati tim, sepse ju keni bërë një abort kur ata kërkuan ADN-n. Jo. Aborti ka qenë tu bon për pjesën e Kozetës. Po Kozetës, ku lindi Kozeta, i bon ADN në Tiranë, sepse luftova unë, edhe erdhi kunati goca ka dal e Shkëlzenit. Ato mund të thonë odeta çfarë të duan, si të duan ta kthejnë zana fillën kat botoj qefi. Ne të folin si të duan, kur duan. Për mu, ne të bëjnë ADN në kalamajve, po ne por e funit të vje për tur patine kalamajt janë kunati vllajt vet, e të kunati të asaj. Po ajo të shofi punët e veta, të manë kalamajt e vetë, manë burrin e vetë, se i ka një burë si i shkërat në utë. Të lutem, në fjalorin, Dava, të lutem, mos unë detyroti të jemi të korekt. E dashur Dava, qëndrojmë pak të dyja dhe ndjeki momentin se çfarë thot ish-kunata jote. Se ato fëmijë thell, po të bëjsh analizat e ADN-s, ato fëmijë, unë jam e sigurt 100% se nuk janë dhe në të kunatit tim. Sepse ka ndodhur historia edhe kështu. Si ka qenë herën e tretë shtatzan, ka qenë në muajin e 6 diku, edhe i tham na, sa të lindi fëmia do bëjmë ADN-n, ajo iku e mbyti. Iku në Tiranë, atje në spital, ashtu e mbyti. Abortoi. Po, thjesht kishte frikë nga e vërteta. Ati s'ju besote, bile kishte raste si e nuk i besote, nga i herë ato që i thoshim na, e qa njëte e qa ashtu. Sepse i fut të valjum gjumi, e vete në gjumë, ata e në vjerin, po normal që ka fut personat tjerë në shpi. Normale. Edhe vajza e saj, ka qenë 5 vjeqe, Anesa, ku unë kam hik, e ashtu, e në më thot mu, kështu, thot, mami thot, i hynë dikush thot ka dritari e banjës thot. Dhe ku ka erdi momenti, si a i pa videot, pa faktet, atëherë ka gel i shokum. Po të folish me djalin, a i shpret në mënyrën më të keqet mundshme, që një fëmijë mund shpret për nanën e vetë. A i e në emrin nan nuk ja thot. I thot ajo e poshtra, ajo palaqja. Dava, ajo tregoi dhe ngriti shumë akuza ndaj jush, duke treguar që i ke hedhur valium burrit, e vije në gjumë, fusje persona të tjerë në shtëpi, duke këmbgulur që ishit një grua e padevotshme. Kështu u shpreh Vera në live me Odetën. Unë Odeta i ndigjova gjitha, nuk janë të vërteta për kokën e fëmijëve, po shpirtin ati vjerri jo. Ato nga i nati nuk di se çfarë bëjnë. Ato nga i nati nuk di se çfarë folin. Po të vje për torp të thomë edhe një ati përdori Vera ato gjona. E dashur Dava, pse erdhi divorci mes teje dhe Shkëlzenit? Erdhi divorci kështu, nuk mund më dru më edhe unë. Nuk mund më ta tham shmote, nuk mund. Unë kam qenë e titiluar, ja kam bashkan edhe familjes time. Unë o do hip ose të vras vetën, 2 herë më ka gjetë shkjo e dyta, që ka qenë në Tiranë me mu, për kokë Noelit, o vdek inshallah natën e ditëlindjes vet,
me ka gjetë 2 herë varë me një takum që të vra vetën. Edhe babi i me thonë drejtën, ka qenë mërzit shumë atë familje, sepse nuk mushte ish burri, kur kom prapë si s'prapë, nuk e ush bosh, është i ati fëmijëve, nuk mund që mi i thamë, por sinqerisht për shkëllzeni me vjen keq. Sinqerisht shkëllzeni thuj Verës, do të më ndigjoj Vera. Shkëllzeni i ka thonë, shkëllzenive kanesës, i ka thonë gocës madhe, unë e du të kthehet dava prapë këtu, por nuk kom që bëj motrave vlejzive. Shkëllzeni që nese kthehet ke unë, por nuk ka që me bo se jeton me frimën e atine, me frikën e atine, aja është njëri i drejt, halë gjy, që me thonë më shumë. E dashur Dava, ndarja me Shkëllzenin, erdhi se mbaroi dashuria apo ai të dhunonte? Se sot pas ndarjes ti thuaj më vjen keq për babain e fëmijëve. Shumë, sinqerisht më vjen keq shumë. Ndihesh ti fajtore ndaj atit? Shumë, me thonë drejtën, nuk du që zoti që të bashkoj me ato të bashkoj kalamajt, nuk du që zoti shpinë tokës. Dava, ti ruan ende dashuri për Shkëllzenin? Shumë. Pse i nga shtëpi e ti kur e doje? Nuk në lirë shira hatë, E ke fjallën për Kunatin? Kunatat edhe Kunetin. Por ndalemi pak dhe flasim për marrëdhënien tënde me Kunata dhe Kunetrit. Pse nuk të donin ty? Nëse ti nuk e ke tradhtuar, ke qenë një grua e mirë për vllajën e tyre, pse nuk të donin ty si nuse? Unë nuk e di, edhe gjë nuk e kom kuptuar në vetë. Nuk e di. Unë me thonë drejtën nuk pres që të se të Shkëllzeni edhe shoni nga unë edhe nuk me interesin ma. Ai prapë në timon motrat e vlezit, po? Kam qef të mbledhi familjen e vetë, sepse babë na nuk u bot kush kalamajve tonë, asni. E dashur Dava, pas ndarjes, divorcit, pas publikimit atyre videove që Shkëllzeni i ka parë, ti mendon që ai do rikthehet tek ty? Nuk e di, shpresat i kam shumë. Ai ka thonë edhe gocës madhe, unë që nesër, unë e morë, por nuk kam që me bo pri motrave vlezive. Është goca madhe gjallë, nuk ka vdek shqyqy zoti. Sepse ty nuk të duan si nuse shtëpie. Po nuk ka gjotë deta, ne mos të mdun ato, më unë Shkëllzenin e du, sa e kom babajnë e fëmijëve. Dava, të flasim sinqerisht si grua me gruan. Po, Çdo kush që mund të xhirohet në momente intime janë të rënda. Absolutisht. Këtë e dim. Janë të rënda kur bëhen publike. Ti ndihesh në faj për këtë gjë dhe e përjeton shumë. shumë. Pse i lejove njerëzit të xhironin? Nuk kisha që më bëhet deta, nuk kisha forca, mu më kanë gjetë takra. Pas divorcit ti u dashurove një person dhe ai të shfrytëzoi për këto video? Po, E dashur Dava, pse nuk e ke denoncuar atë person që të ka bërë këto video dhe t'i ka shpërndar? i kom bënë këtë gjona në Borrell, Borrelli nuk bënë asnjë gjë deta. Dhe kjo është arsyeja dhe motivi që ish Kunata nuk pranojnë që ti të rikthehesh me Shkëllzenin. Shkaku i videove. Nuk e di më shumë, për zotin nuk e di, sinqerisht. Dava, ju keni deklaruar dhe dua të flasësh sinqerisht ditën e sotme dhe uroj të jesh e sinqert në gjithçka që rrëfen me mua. Ju keni deklaruar që Kunati më ka gacmuar, për Kunatin burrin e Verës. E the nga inati, nga mërzia, apo është e vërtet? Zitia me thonë drejtën atje si a kërkej për ndjes shumë ati, shumë. Jo, unë zitova me thonë drejtën për atë pjesë. Do ndalemi pak të dyja dhe ndjeki momentin kur Vera ka qenë në live me Odetën dhe e ka hedhur poshtë këtë gjë duke të akuzuar ty, e ndjekim. Zonja Dava akuzoi që pas divorcit Kunati më gacmoi dhe e ka fjalën për burrin tuaj? Po. Si qëndron ky muhabet? Sepse ajo është një femër e poshtën për gjithë personat që ishin aty rreth në fshat, do me thonë, po dilte ajo një ditë dikun, krejt do ngacmoshin Davën. Burri im bile ka qenë
personi si gjithmonë ajo e ka pas frikë burrin tim. Ajo është fatkeqësia më e madhe që ka në familjen tonë. Thjesht gënje. Dava i kalon gjithmonë ata kalamaj vetëm. Çfarë ndodhi? Ishte shkëlzeni që ja mori dhe nuk ja ktheu më, apo çfarë ndodhi që fëmia nga që e kishte nëna Dava, përfundoi tek babai? Sepse Dava po ikte diku me u martu, edhe s'ja planoshin shunin. Edhe u detyru e çovi ke burri vat. E dashur Dava, këtë gjë e that nga inati, por aman, unë mendoj që duhet i kërkosh një falje publike i shkunatit tënd. Ja kërkoj edhe ulëm në gjuna pjesë, i kërkoj edhe shkull më mëra, nuk ka problem. Pse e bëre këtë deklarat kaq të rëndë? Dava, qetësou, jemi të dyja sot së bashku në këtë live, që ti thuash një më fal, nga mlefi, nga inati, nga akuzat që ata Jo, kërkoj falje sot e 500 vjetë, sot kemi jetën. Unë gjë pa këtë, unë e vërtet se unë nxitova shumë. Unë ati nuk në jahun gjithçka që ka bërë për mua, shumë. Po, këto fjalë që i nxirri vera për mua nuk ka asnjë gjë, sinqerisht. Në të foli çfarë të doj, në të bëj çfarë të doj, nuk më intereson botë. Vera vetëm mos harroj respektin tim. Ja vazhdat ato të jetë, i vlerësosh si motrën time. Vera të vazhdoj me ato gjëra që foli. Unë po ta them në një asaj ti vije për turp, se ku më respektu maksimum ma shumë se motrën tim. E dashur Dava, ajo që ma më preku shumë në rrëfimin që pata me Verën, ishte momenti kur ajo foli për vajzën e vogël Kozetën. Do e ndjekim të dyja në këto momente? Duke bisedu, ajo filloi të më tregonte gjithçka për nanën e vet. Si nëna e vet ishte martuar fier, lushnje, këte janë personat që ajo kishte pas lidhje me ta, kishin tentu ta kapnin, ta puthnin. Do me thonë, e ne po i thoshin sa e bukur po bëhesh, ti po rritet dita ditësh. E shumë, si nuk jam për të përmend. Por mbi vajzën është abuzuar? Unë mendoj edhe jo me sigur mbi 1000%. Ajo ikte u zhdukte, ose kur shkoshim na, si nuk e dite se do ikte njëri ke shtëpia për vizite për kështu, nuk e gjeshim asnjëherë në shtëpi. Ishtën për ferra, ato fëmijë ka morë në shaf, nana e vet. Ta herë kemi kontaktu, i kemi marrë në telefon baba vet, me gojën e vet ka thonë vritnja, ajo për një plum lule të ballit, e unë nuk va kërkoj as gjak, as i gjo. E në mos ma merë një mon telefon, për zenja t'ikin në shpiti në unë se pranoj s'ka punë. Unë i dëgjova. E dashur Dava, i dëgjove me vëmendje? Jo shumë. Ajo deklaroi që Kozeta mund t'jetë gacmuar nga partnerët që ti ke pasur pas divorcit. Merë. Imi live me Verën, bo ma Verën live. Verën thuj, hajde që ne esë nga Angli, hajde në Shqipëri. Do t'i bëjmë analizat, po që se fëmija ime, dhe le përdorme, do të futu mund burg, ose thuj që venin vete se futu ku të dush. Këtë gjë nuk ja lejoj për fëmin tim. Ti vje për tur pasaj, u që nese do t'i bëjtë nacim. Sinqerisht, unë do të vi nese për Tiranë Odeta, të të more dhe ato, thuj të vje me sekundë, ose do t'i shë, nuk di se çfarë do bëj për ta. Këtë gjë nuk ja fal Verës kur ti vje për tu, të përmeni një gos 14 vjeshe që ajo është, se shka lind për i nane. Ku e mam. Unë uroj që vajza të jetë mirë, dhe uroj që mos ka ndodhur asgjë e keqe me vajzën tënde Kozetën. Jo, motra, jo! A ka në Shqipëri, është në Angli? Unë i kërkova Verës nësa e kërkonte një përballje me ju, por nuk pranoi të ishte përballë jush. Të dali aty të zbati të vërtetën, thuj, vash në shkop shke ke lind ke nana jote. Se gocën të ta zbardim këtë pjesën e saj, nuk fol për të madhë se e madhja është e martuar, është me burë. Qarta, e ka kryuar familjen. Ku e ma? Dava,
Çfarë mesazhi do i përcjellje sot Verës? Verës do t'i kërkoj këtë mesazh. Ty Verës, me nuk kur fol. Të bësh një fëmijë me fajt që ajo nuk i ka bërë, edhe se shka lind nga nëna e vet, ti vje për ton, që nesër unë do t'i bëj denasim në polici, të vje do t'i bëjmë atë në analizën fëmijës, maset goca ime dele për dënume, unë do të rëzon vetë në shtetë, ose nuk kom për t'i lanë bire vënk, pa fut në shpejt, kësë nuk kom për t'a lanë veja. Ta harroj e këta. Ti vje për ton, këto thuj më ka thonë Zava që nesër të vish në Shqipëri më të mërë masa të bje polici në Angli të bëjt nëmet e zeza ke fëmija Odeta nuk dure njëri. Që pse është një fëmijë se shka lind një prinane. Më falja se po më nxitohem shumë se o të marrë me më ndel trut e kaptine, së motra, o të merë. E dashur Dava, ndalemi dhe të flasim pak të dyja së bashku, si nën edhe unë jam nën. Ju sa vite u bët që u ndatë me Shkëlzenin? Me 24 korrik mushim 3 vjetë. Çfarë ka ndodhur me jetën tënde në këto 3 vite? Ti u ndave, more vajzën dhe djalin dhe jetove me qëra. Çfarë ndodhi me ty? Jeta cop, unë kam thënë edhe ditë në mision, unë kam shumë nevojë. Me marrë shufnin tim, Shkëlzeni është dëshira e vet. Mirë është të kthehet nga familja vet, nga fëmijët e vet, jo për mua. Për mua mos të bëj asnjë gjë, ta bëj vetëm për fëmijët e vet, se për fëmijë nuk i bëhet asnjë, as nën fëmish nuk i bëhet askush. Sepse Vera, por i kthem sërish tek Vera, tha që ne nuk e pengojmë Shkëlzenin të jetoj me Davën, por aman, ajo shtëpi ku jeton Shkëlzeni është e jona dhe ne nuk e lejojmë që të hy Dava aty. Nëse do Shkëlzeni mund të ikë të jetoj. Vera thuj, nuk më interesot pjesa e tokës se shtëpia sa pjesë i ndajnë kuneti, i ndajnë burra aty. Ato burra si ka shtëpia, je Vera e unë. Ai shtëpi ka burra, je gra. Grat janë për gra, burrat janë për burra. Shkëlzeni thuj ka pjesën e vet për atë pjesë, do të kërkoj pjesë se goca modha mosh madhore. Edhe unë çfarë vendosin fëmijët e mi do vendosen unë. E qartë, Dava, ti pasi u ndave me Shkëlzenin, nise një martes? Jo, ato mund të folin çfarë të duhet, unë kam shku me punu për hall. Edhe për hall do vazhdoj, edhe për hall jam edhe këtu. Se ti më rahat me çfarë nuk dali me punu kështu si. Ato njerë për Verën të lutëm. Thuj, me ka thënë kunata jote, pika e parë e funit të vje për turp që të bëm fjalë për kozetën. Nuk ja lejoj kur shpën tokës. Për gjeve në futu, ose hajde në Shqipëri, të shkëm në Tiranë, të bëjmë analizat, mrasë të dhe fëmija jonë. Ashtu si shmenon ajo, të futu mu mrena. Ja në mosë, ajo e ka burgun e hapun. E qartë, por duat ti vje për turë. Po të pyes ty për jetën tënde pas ndarjes me Shkëlzenin. Le të themi ti u dashurove me një person që prap, le të themi, u mashtrove nga ai? Odeta, në digjëmë, atë pjesën masë ndarjes ati nuk ja llogarit as kujt. Ati në fol për ato. Është jeta jote ajo, është e drejta jote. Po. Por, le të themi u tradhove edhe nga ai person dhe u braktise. Jo. E kom lënë vetë. Se gjërat nuk shkuan mirë. Nuk ka problem, nuk e di që më thënë më shumë. Ne nuk jemi për atë pjesë, Odeta, ne jemi për pjesën e Noelit. Është drejta juaj. Në zotë të flasësh nuk të pyes më. E dashur Dava, Noeli jeton me babain dhe me sa kuptova nga Vera, ai nuk do të takoj. Dëgjoj Odeta, unë dhe thash edhe ditë në misionin e juaj. Ajo vetëm 9 vjeç. Ajo është i frymzuar, nuk e lën me marr frym. Ato o do dorëzojnë fëmijën, ose nuk kanë përshku gjonat më keq. Ti nuk e mundur do... Sepse? Po. Jo, po të pyesja, ti nuk e mundur do të flasësh me ish burrin me Shkëlzenin? Nuk bine të Odeta, nuk ke komunikim me të pra, sa ai frymzon nga motrat e vllezit. Ashtu ka thënë në gocën e madhe, nuk e di. Ashtu i ka thënë gjithë ka gocës madhe. Unë nuk me le motrat e vllezit që unë që nesër bashkohem rregullohem me ta. Nuk e di më shumë. Ti nuk e ke marrë asnjëherë guximin të shkosh dhe të takosh ish burrin, se fundja ti kërkon djalin. E vërtet. Unë e kam marrë në telefon, du të vi që të rregullohen gjonat. Jo,
Me ka mërë motrën e vetë në telefon, hajdi se ka ardha jo. Po kush është ajo, mërë, jem nën e fmive, si do me qanë jem nën e fmile. Edhe tani isha me një rast vdekja në Gjalish, edhe kishte kërku, kishte thonë që se nuk më thatë që ka qenë tu dalë motra e vetë, ku t'i qamë me botë dëbate, më musin që nuk shkova mu afru shpita tine, se unë e kom e ditiri, nga policia, vërreri nuk kam drejt të afrojmë kë shpia ma. E qartë. Dhe nuk munde do të takoj djalin? Jo. Sa vite u bëj që se takon Noelin? Që vjetë? Tani me 23 prill më bëj një vjetë, dhe më thanë që kom shku ke shkolla, i kom qu një torë të kostum, edhe kostumin edhe dhe roba tjera që i kom qu ja ka djek. A i thot i ka djek Noeli, ki thot i ka djek, babi e vërteta nuk dihet. Nuk ka gjatë të djek i qa do esë në fund funit ajo kalama. Ato e kanë ditiru, sepse ajo deta o kalama o fmi, po thëmë ajo shtuj, nuk di gjonat ma shumë, sa o kalama i vogël. Si e kujton atë takimin e fundit me djalin që i ke vajtur të shkolla për ditëlindjen? Me thënë drejten, vetëm se më shprish telefoni që kom pas botë dhe foto, ka qenë i lumturi e kraj si me modhja në botë. Por a i si reagoj? U afro deri diku, i thash unë, Noeli thash pse imam nuk afrosh, kam vërtet Halla Raimond, vërtet Fredi, më folin këto, më folin ato. Unë nuk e di, nuk du me përmejnë emrat e aty, në ato janë në punën e vetë, në hallet e veta, në shpit vetë, unë si është vetëm du që unë tim, asë një gjo më tepër. Shkëllzeni po thome dhe një, po dëshire mu këthy, mirë ja banë. Po dëshire, pa jetën e vetë. Por, kush është mesazhi që do i përcilje i zhburrit Shkëllzenit, sepse edhe ai na ndjek në këtë live? Mesazhi im ai nuk kam dëshirë që të kthehet për hir të kalamajve të vet. Unë e vërtet se atje nuk kam shtëpi, nuk kam tokë, nuk kena pas asnjë gjë. Se edhe vjerrin ndjes pas nuk na kalon as një farë shprese. Unë kam jetuar dita me të thënë drejtën me kushte shumë të vështira në Borrel, pata më një shtëpi me qira, ajo shtëpi na u djeg nga bashkia apo zjarri, nuk e di korrenti me të thënë drejtën. Edhe unë jetoj me një kazino. Aty jam pa ujë, pa drita, kam nevojë për shpunin, kam nevojë të një më shteti për një shtëpi. E dashur Dava, e kuptoj që kushtet janë të vështira, ti punon nga mëngjesi deri në darkë për të siguruar jetesën. Sepse ti jeton me Kozetën, 14 vjeç, me vajzën, djali jeton me Shkëllzenin. Por raporti i vajzës me babain si është? Cop. Por si ka mundësi që ai baba nuk e do vajzën? Ai ka i natin se pse ma ka dhënë gjykata, mu nuk ja ka dhënë atij. Tani vendimin gjykatës ti pa edhe vet letrat. Kalama gjithmonë nënave unë ngelin. Po vajza nuk e takon babain? E madhja, jo. E ka kërcënu ku nati, e ka ofendu Odeta. Më falë që unë nuk du me folë. Ato mesazhe që i ka thonë, ku nati anglisë, u të vjetë shirop, u vjetë të vras, u vjetë të rek zvarë, unë edhe mesazhet e mija që i ka thonë Kozetës, unë ti kom dërgu ty, i ke pa. Po. Edhe ato i ka gëce madhe, pa ju nga frika nuk i qënë. Edhe i kom thonë, nuk du mi përmejnë emër sa është ke burrive. Denanzoj më i bi, denanzoj sepse nuk është të shash fëmijën e vllajt, është shumë mëkati më të Odeta. Ti thon kur rrugash të dyjave Odeta. Çfarë është ke punë? Ajo në fundit është e lan këta që është e vogël, është kalama. Ajo është me burrë Odeta, ndahen nga burri. Jo sa i nuk është të nda, për fjallet atine. Se ato e njofin, mu më njofin, të gjithë në njofin. Atë gjona kunatit tim nuk i shkojnë, ish kunatit. Unë e vlerë se si kunatë, unë e vlerë se si kome qënë, hakome në atë familje. Pra, sepse ma të familje kam rritë 3 fëmijë me ta. Ish burri, Shkëllzeni, nuk i do 2 vajza, mban vetëm djalin. Po, djalin mu ma kam bëjnë që, kur pa ta thonë, në mërë se do me përmejnë atë personi që pa ta thonë. Por, duhet të ndalem pak, Dava, po Kozeta që jeton me ty, shkon dhe babaj? E kom qu, e kanë zirë jashtë, edhe si sot 2 javë e kom qu, kom edhe dëshmitar Odeta, kom morë edhe policinë e Borrelit, tu e kanë zirë jashtë, e ka morë Noelin në telefon, se ka ndodhë Shkëllzeni ke motreve, ke i Raimonda në shoshet e epra, i ka thonë ditë për jashtë se të vitët vras me gjithë bullajnë tanë, të fusë të dive me një arkivol për gjalli. Kjo nga Afrika ka hike, ka flet, ke një shoqe ina bia më tonë nga qafmurra ne. Se s'du mi përmeni mërësa gjinaf, se ka familjen e vetë edhe jo.
por vajza e përjeton këtë gjë, sigurisht. Sigurisht se po. Çfarë të thotë? Filloj duqja me thonë drejtën. Se merë të në telefon, në mami më kanë zirë babi jashtë, ato ardhë halla me mytë, ato ardhë halla me vra me vlajnë. Nga të vje me zemër, të frejhet halla të vrasi, vetëm halla du të më nejë, hallës vetë. I kërkoj një lutje që mos merret me një fëmijë të vogël se e gjej halli mas. Ti vje për tërë, se fëmijët do shkojnë ke baba, do shkojnë ke gjithë mileti ke gjakuj vetë. Nuk kam se të merre me kalamaj, se këto ka një natin me mu, për plasën me fëmijët. Fëmijët janë fëmijë o dita. Të shkojnë ka halla, të shkojnë ka tezja, të shkojnë ka gjagji. Fëmijët janë të pafajshëm në gjithë të histori, pa dyshim dhe më dhimsen fëmijët e tu që po rriten goca me ty, djali me babajnë dhe është e dhimbshme kjo gjë. E dashur Dava, Vera e deklaroi në live më odetën që ne dyshojmë që nuk janë fëmijët e Kunatit, prandaj nuk i duam. Kur të duhesh të Verës, hajde boa dënën. Po mos kujto se do ta kalosh lejnë me bo me dal kalamajt e shkëlzenit. Verës vetëm këto thuj, hajde në Shqipëri ti bëjmë analizën, më rast se fëmia im, dele për dorëve, që vene futu thuj se shpënj tokës nuk kom për të të lanë, inshallah kalbem në burg, sepse për fëmijët nuk ka drejt me përdor ato fjalë. Unë uroj dhe shpresoj që gjëra të zgjidhen, ndoshta kjo martesë është mbyllur, ti s'do kesh më punë me fisin e tyre. Kam bo çfarë kam bo për jetën time, për kalamajt të beton, nuk du me duru, nuk kanë se folin ato fjalë që s'pun thënë. Jo, ti je nëna, unë të kuptoj, pavarësisht gjithçka je, ti je nëna e atyre fëmijëve, prandaj them uroj më të mirën për fëmijët. E dashur Dava, unë të falenderoj që ishe në këtë live, ti kërkove që zëri juaj të dëgjohej, i dhe një përgjigje ish kunatës tënde, kështu që uroj të jetë zgjidhja më e mirë për fëmijët, si për Noelin dhe për Kozetën. E dashur Dava, të përshëndes. Faleminderit Odeta, shumë. Gjithë situata bëhet akoma më rëndë kur flasim për fëmijët dhe në fakt zonja Vera deklaroi se vajza 14 vjeçare, Kozeta, mund të jetë abuzuar nga persona të tjerë dhe kjo është një situatë e rëndë, për nëna i hodhi poshtë të gjitha. Ndërkohë që Kozeta do të jetë sot këtu në live me Odetën, 14 vjeçaria, sigurisht me imazh mbuluar, pasi dhe ajo kërkon ti përcjelli një mesazh babait të saj që duket se ky i fundit e ka refuzuar. Kështu që hap dritaren dhe përshëndes Kozetën. Zemër, përshëndetje. Përshëndetje. Si je ti? Jo. Të ka marrë malli për vllanë? Po. Sa kohë ke pa e takuar? 2 javë. Çfarë të tha në takimin e fundit? Se kam ik, kam marrë babin direkt edhe hatën. Dhe çfarë ndodhi? Atëre erdhë babi edhe mori halla ime edhe sa hik, sa për shtëpia tha se do të vras ty edhe vllajën tonë sa ty s'më njerë ki vol. Po babi çfarë tha? Rritë të në kërcënu. Nuk të merr në telefon babi? Jo. Ti jeton me mamin? Po. Të mungon babi edhe vllai. Nëse babi do të dëgjonte, çfarë do i thoshe? Të kthej prap. Të merr malli dhe për vllan? Në më mban rrugë, ik vrap. Por pse? Kanë mësu ato babi edhe halla. E sa tjo ajo ka ik me persona. Ti nuk ndihesh mirë kur të shajnë mamin. Jo. Çfarë do i thoshe hallave? Më shirengojnë, mos të folin kot për tjetërin. Mami është shumë keq dhe uroj dhe shpresoj të bashkohesh sa më shpejt me babin tënd. Uroj që ai babi juaj ta kuptojë që ju jeni fëmijë dhe jeni e pafajshme. Uroj të bashkohesh sa më shpejt edhe me vllajin tënd, të përqafoj dhe të puth fort. Mirupafshim zemër. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live.
e dhimbshme nga ana ime, jam vetë nën, kur jam live me fëmijë të mitur, të cilët u bëj thirrje babait apo nënës nga ana tjetër, në rastin e Kozetës i bëri thirrje babait edhe hallave ta duan, pasi babai e ka refuzuar, hallat e kanë dëbuar nga shtëpia dhe ajo i bëri thirrje të bashkohet, pasi çdo fëmijë kërkon që të jetë si me nënën dhe babain dhe unë uroj të bëhet më e mira për këta fëmijë. Ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme, unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-i, nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund na dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart, mos harroni, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim ku çdo paradite jam live me histori reale njerëzore, histori të vërteta shqiptare. Faleminderit miq dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.